e rutinave në Vlorë bje, në Vlorë është një rutinë pak e mërzitshme për mua, apo tipi tim flas. Edhe koha si e shëron plak, koha kalon. Po jo se s'e kam menduar, se rrifshëm ku jam në punë apo jam kështu. Futem ndonjëherë se i kam mesazhet akoma në telefon, shikoj mesazhet e vjetra. Po pas ke nostalgji pra. Po, e thash, nostalgjia është shumë e madhe. E shikoj ato mesazhe që gallatat humore që bënim në takimet. Të vjen ndonjëherë në mendje të shkruash? Vetëm një herë. Më ka ardhur në mendje, isha gati. Isha gati, e mora telefonin, më futa. Po ja. Nuk e bëra. Doa të shkruaja që je mirë, të tha, kaq. Më thonë, je mirë, je okay me personin e famshëm që doli në sken, po nuk e bëra. Shiko, është një moment shumë interesant ky për ta diskutuar edhe me Jonën. Jona doja ta diskutonim bashkë. Po, këtë momentin që të ndjesh mall për dikë që të ka lënduar. Njëherë do ta falenderoj Roberton për sinqeritetin që po tregon. Faleminderit juve. Për gjithë mënyrën se si po e thua edhe pas ndarjes dhe ndjeshmërinë që ke për ish partneren. Nuk e pranon kollaj një person këtë gjën, madje e shpreh me shumë lef, po vura që ti ishe shumë i kujdesshëm edhe me mënyrën se si referohesh edhe pse mund të kesh dhimbje. Për atë. E vërtetë është. Dhe kjo është shumë e bukur për ta parë dhe për ta dëgjuar. Vjen me shumë qytetari. Është për të vlerësuar. Por nga ana tjetër është një empati, nuk e di, një lloj ndjeshmërie edhe që mund të kthehet pakundër. Ndonjëherë që nuk e di tek pjesa do të kthehet kundër, ndoshta. Duke qenë shumë i ndjeshëm me të tjerët. Jam emocional në disa situata, po jo. Ndoshta, urrej mos vet. Sepse duket që është një cilësi e jotja pjesa e empatisë, përderisa ti ke pasur një moment edhe atë ndjenjën për të shkruar si je. Kam diçka që ku një person e vlerësoj shumë kur ndërkohë që ka qenë me mua. Edhe prapë e vlerësoj edhe kur nuk është me mua, me idenë që si je, domethënë diçka për mua, a je mirë, shëndeti apo je mirë me personin që je. Po pse kishet nevojshme ta pyesja? Po, kjo është pak njerëzore. Emocioni aty u përzje emocioni me nostalgjin. Edhe bën një shkëndit fort që unë i shkruajta. Edhe nostalgjik në... Shumë nostalgjik. Jo vetëm për ato, po jam nostalgjik për shumë gjëra. Jam rritur në botën e kulturës dhe të artit edhe jam shumë nostalgjik. Besë të kanë ndihmuar pak edhe qasja jote shumë e ndjeshme për ti mos i parë gjërat vetëm se si mund të t'japin dhimbje, por ndonjëherë edhe të ndihmojnë. Më ka ndihmuar shumë, më ka dhënë një energji shumë pozitive. E kam kaluar në favor, na negative e kam kthyer pozitive. Po të rish për ditë të mërzitesh, të mërzitesh, do të mëtosh veten, do të murresh dhe mund të kesh pasojë më të rënda. Shumë mirë mendon ti, po mua prapë më bën përshtypje Jona, një njerëz që është tradhtuar, është lënduar kamllëf. Nuk i shkon mendja të kujtoj, të ketë nostalgji për ty. Jo të gjithë. Pse i ndodh Robertos? Pastaj kam pasur mesrin në fillim, po iku mlefin në kalimin e kohës. Mund të ndodhe kjo, që me kalimin e kohës ti e shuan atë mlefin edhe energji negative që të lënë një përfundim i tillë dhe me sa vura re gjithmonë do referojmë rastet të tij dhe do dalë ndonjëherë edhe në të përgjithshme tek shumica e njerëzve, duke e marrë në konsiderat që mënyra se si e ka menaxhuar, patjetër që bën një dallim, po edhe fakti që ai vlerëson kohën e kaluar mirë. Është një person që lidhet me gjërat. E ka theksuar disa herë këtë gjë. Po. Thotë që nuk është empatik, po është goxha empatik. Pra nuk e përgjithson, vetëm sepse një marrëdhënie përfundoi me një tradhti apo me diçka që e la të zhgënjur, nuk e përgjithsoi që thotë gjithë marrëdhënia ishte e keqe. Prandaj ndoshta shikon me këtë prizmë. Jo, do të ishte një gënjeshtër e madhe të thoya ish marrëdhënie e keqe. Por kjo është një lloj inteligjencë emocionale që do ti ke. E cila të bën ta shikosh në këtë formë. Nuk do të arrinj arsye të fortë. Te nga kesa emocionale. Kur lash Tiranën, më ndodhë shumë gjërat, ndoshta edhe më të forta se kjo, kur lash Tiranën. Ishte arsyeja ime ishte largimi me babait tim nga jeta dhe kjo një dhimbje akoma më madhe. Nuk mendova para asgjë më. Edhe ika nga Tirana. Patjetër, është një dhimbje që dominon pastaj çdo lloj. Dominua se ish një person publik, ish artist, ish këngëtar, ish një diçka e papritur. Edhe ku më ndodhi ajo nuk kisha kohë. Sa vjeç u nda papi nga jeta? 65 vjeç. Shumë i ri për të ndarë nga jeta. E kuptoj edhe traumën e humbjes. Ajo ishte, më thënë, ajo... Po kjo ndodhi pak kohë pasi ti undave nga partneri? Më mbrapa ndodhi kjo. Kjo ndodhi më pasi undava unë diku te një muaj. Një brenda një muajt. Pastaj ndodhi ajo. Tu mbi ventos dhimbja e humbjes. Ajo i voli ka pak të rave dhimbje, se dhimbja e madhe ajo ishte, nuk për mua asnjë dhimbje tjetër s'ka patur. Ndoshta humbja e babait nuk i ka dhënë shumë kohë ta mendoj ndarjen nga vajza, edhe ndoshta ta procesoj shumë. Ka mundsi. Muaj si ishte, muaj nga
Një muaj përpara se humte babi jetën, ndërkohë që kishte dhe i ndar. Normali që muaj e vështirë ishte ajo. Pra, ishte ai momenti që ti e procesove më shumë. Ishte muaj e vështirë se thash ç'a ndodhi, pse iku, pse mbaroi kjo gjë. Marrëdhënie. Me të drejtë. Po bita, pse e bëri pyetja është. Sepse ti nuk ishte vënë re ndonjë luhatje të sjelljes së saj, të emocioneve të saj. Ai përsëri gjithmonë që ndoshta niveli i saj aktrimit ishte shumë i madh dhe unë seria do të re. Interesante kjo Jona. Me dëgjova dhe disa herë që e thua, pra e vënë në dyshim që mund të ketë aktruar dhe në fillim me ty. Nuk e di në fillim. Në fillim ndoshta jo. Më vonë. Gjatë rrugës, na mezi ndoshta filloi para po është vështirë. Është shumë themi që e shikon që akoma nuk e etiketon. Jo, është vështirë se nuk dua të gënjej, nuk dua të dal një shtar. Është vështirë që unë të kuptoj diçka të dyshim tek ajo. Se thash, natën e kishim tonën. Në aktimin. Po ditën? Ditën e kishim punë. Ditën i bënte të gjëra jo. Tani ndoshta edhe për atë ishte natë vetëm. E kuptoj. Nuk e di. Është e çuditshme që ajo ka hyrë në raport me ishën e saj përsëri dhe tek ty nuk ka lënë asnjë shenjë dyshimi. Derisa në fund i kapa befasi. Pas ke qenë me fat, se mund edhe. Po se mi fati im, ku e di unë. Fati im edhe ajo ndodhi më që i bëri ka pak. Mendon që ti ke qenë më i sinqertë midis të dyve? Mendoj se po. Se kam edhe gabimet e mia. Po që ta ka lënduar ja. Roberto, kur kemi folur bashkë në telefon më ke thënë që një 20% të fajit e kam pasur edhe unë atë marrëdhënie. Ktu po dal. Okay. Jam arroj azinën ato që kam thënë. Okay. Pse e bën vetëm me faj? Po e bëj vetëm me faj se ndoshta nuk e di, mos nuk i kam dhënë kohën e dur, mos nuk i kam dhënë për kushtimin e dur, mendoj unë, mos nuk. Po përmendë disa momente që ajo ishte shqetësuar për ty dhe ti kishe shumë punë. Ka pa dy momente, ka pas një debat ajo me njerëzit e saj, mamane vet, nuk e di, një debat shumë edhe ishte gati po qante, unë isha në shtëpi. Ndoshta duke qesh që sharake, po unë them drejt isha shumë i lodhur na puna, kjo mos sa hajde. Distanca shtëpia ime atë ishin pak larg. Po. Në ato moment makinën unë nuk e kisha. Hajde tha, i thash unë më vonë se jam i lodhur. Aty më mërzit. Kjo është mbështetja që ti më bën mua tha. Dy raste ishte këto, ndoshta mos ky ka kryer, domethënë tjetër përshtypje për mua, nuk e di ka thënë që jo, ky nuk është ai që mendoja. Në një marrëdhënie Jona është e natyrshme, është normale që një person mos jetë 100% në dispozicion të nevojave të personit tjetër? Kemi momentet tona që ndonjëherë nuk jemi disponueshëm. Jam shumë dakord. 100% për partnerin, por pritet që të kuptohet ose të paktën mund të jetë nevoja emergjente e partnerit tënd. Shumë ngeli pekun, mundoha që mund ta sqaroja, ti thoja. Por nuk u kuptova. Madje koja edhe falje. Më fal, 1 milion më fali, thash. Ishte im që nuk të erdha pranë, isha shumë i lodhur, më besoj thash unë, isha shumë i lodhur. Kjo mendoj gjëra të paqëna. Sepse unë e di profesionin që ti bëj asë kohë dhe ka qenë një profesion me shumë përgjithësi, me orare pa orare. Të tezgjatura. Duhet ishe në gatishmëri gjithkohës, por edhe fizikisht ka qenë shumë impenjativ. Kemi qenë në lokal, me kanë telefoni kam ikë në punë. Po. Ajo më kam rikuptuar, por ajo ndoshta ka menduar që unë kam dosi për tekst. Punonte me grupet e gatshme në Gardën e Republikës së Shqipërisë edhe ishte pak i pa dëgjuar në shumë tjera, se nuk kuptojnë funksionin e do e quajnë policia diçka e tillë, nuk ka lidhje me policinë. Por janë momente emergjence që ti duhet të shkosh punë. Punon me grupet e shoqërimit të personaliteteve të ndryshme të shtetit shqiptar. Është një punë pak stresuese dhe pak orar pa orar. Ajo më kuptoi mua me punën, më kuptoi shumë, po ndoshta nuk e çan ndodhi. Kam menduar se mos unë e përdoja si pretekst se mua puna ika, që gjë që nuk ishte vërtet. E sqaruam këtë gjë iku. Vazhduam okay. Pastaj unë si që thash. A mund të ndërhyj një moment? Roberto pa të thënë që the në fillim që ishte edhe jo shumë e kuptueshme. Ishte shumë fare, shumë. Po kjo më toqi më shumë, se të kuptonte, të dëgjonte, nuk ishte femër që vetëm fliste. Ishte femër që dëgjonte. Si u ndje marrëdhënia juaj në fillim? Ishte e shpejtë apo ndoqi hapa? Ishte pak e shpejtë. Ishte shpejtë? Pak e shpejtë. Po ndje më shpejt nga ana jote apo nga ana e saj? Nga ana e dyve. Janë të dyve. Fillon nga ana e dyve. Ishte pak të themi. Kur thua shpejt, ti referohesh që përfundua shpejt në bashkëjetesë apo si? Jo bashkëjetesë, përfunduam shpejt në marrëdhënie. Konsumuam, domethënë, puthje të bukura, gjëra më së themi romantike. I bën pak shpejt. Jona një përvojë e tillë si kjo që ka kaluar Roberto, sa gjurmë mund të lërë në zgjedhje që e mund të bëj më pas në lidhje me marrëdhëniet romantike?
Është për ta kuptuar nëse ka ndikuar, ai tha në moment fakt mos gaboj, tha që nuk e ka ndikuar në zgjedhjet e mëvonshme, ka vazhduar me njohje. Dhe nëse është kjo, atëherë tregon që nuk e ka ndikuar, por patjetër ndikimet të caktuara jep, do bën që të kesh pak ndoshta sa do ta thoja, ndoshta disa antena të ndezura për partnerët e ardhshëm. Ku jeni lidhje tjetër, do të rikujtohen disa nuanca të vogla fare të asaj lidhje. Pa je futur në paranoj për shembull? Jo, paranoj absolutisht jo. Cila është ajo gjë që shikon më shumë tek një partnere që për ty është e rëndësishme ta ketë ose mos e ketë? Nisur dhe nga përvoja jote. Shiko, unë komunikimit e partnere kam çik të kryesore këtë gjë. E kërkoj shumë komunikimin. Ndoshta një takim për parë një mashkull me një femër në kafe çfarë shikon përveç aparencë shikon mënyra si do flasë ajo. Mënyra se si do të transmetojë energjia ajo. Je tip xhelos ose të paktën në këtë marrëdhënie? Deri ku, po jo, jo ekstrem. Me vajzën ke qenë xhelos? Deri ku, jo shumë. Jo. Ja shprehje? Po, dhe shprehje. Po për shokun e saj, bëre ndonjëherë xhelos? Kjo prapë është jo, fare. Jo. Po jo fare se nuk ishte tjetër prezantim, ishin prezantim shumë aktrim, shumë që edhe ai bëri shumë rol. Vetëm kjo, bën të dy. Ai shfaj valla, ti e vlla im, unë këtë e kam si motor. Është në kuptoj. Është një skemë fort manipulimi, Jona? Për pjesën manipuluese. Ka ndodhur dhe prandaj kjo mund të jetë ndoshta edhe diçka që ti e ke me kujdes për herë të ardhshme që do jesh në kontakt me partner ose me eksperjenca shërben si mësim. Por do të jemi shumë kujdesshëm për pjesat e manipulimit që ndodhin në fillim të një marrëdhënie. Sepse ka disa tipare që mund të ose cilësi që mund të shikohen. Nuk e di të themi ndoshta ishte femër shumë e djazuar. Desa bëri atë, unë s'kam çaj më rridhë. E djazuar. Si mund të rifitohet besimi për lidhjet e reja mbas kësaj eksperience? Besimi fitohet gradualisht së pari, pra nuk mund të presim që ai të futet në një marrëdhënie dhe të futet me besim, sidomos pas eksperiencës së ndodhur. Por e rëndësishme është të mos përgjithësohen marrëdhëniet, pra nga një eksperiencë që ne kalojmë, nuk do të thonë që të gjitha janë njësoj, apo të gjithë partnerët e ardhshëm mund të kenë të njëjtën skem manipulimi që mund të jetë përdorur, por ti heq përgjithësimin një më i hapur të shikosh individin që ke përballë nga fillimi. Pa histori të nuk kam patur mbas asaj, nuk kam patur më marrëdhënie kaq. Njëjë kam patur, takime kam patur, po pra se Roberto nuk do t'i vëj pesh faktit që ajo histori ka ndikuar në mënyrën se si percepton marrëdhëniet, por ne kemi folur dhe Roberto më ka treguar që mbas asaj historie nuk ka pasur më lidhje. Besimi të thyet. Edhe është vështirë të fitoj besime i femër tjetër. Futohen në pjesën nostalgjia se kam kaluar shumë mirë, këto nuk e mohoj. Dakord, pra po të dalim te kjo pjesë që ti mundohesh ta zbutësh, po ty të shtyer besimi, pra një gjurmë të këtu ka ngelur. Ka ngelur. Fakti që ti je akoma ta themi pra të vërtetën ashtu si është. Që të ka Një e kam patur ndikuar, domethënë. Një e kam patur shumë, atë një ishin në prag të lidhjes, po nuk ka ndodhur. Nëse imagjinon ti je në një lidhje që do zgjas pa i vënë një emër dhe pa i përcaktuar një kohë. Mendon që do ishte në alert, do ishte i pasigurt, do ishte më kontrollues? Do isha çik më vigjilente, do ta studioja personin më mirë. Do ta njeh më mirë. Çështja është a je? Jo do ishe. Pyetje bukur. Mendoj se jam. Do ta provoj kur të jetë në një lidhje, sa akoma nuk e ka. Kur të jem, një lidhje se nuk flas. Jo vetëm në lidhje, po fillon edhe në njohje. Që në njohje dalim me desa nuk kam bërë në lidhje, do thotë që kam qenë vigjilent, nuk kam arritur në lidhje. Thjesht njohje kam patur. Pra po të ndikon, sepse neve këtë gjë duam të kuptojmë që kjo marrëdhënie ka lënë një gjurmë. Ka lënë. Mos sa më ka lënë. Është në rregull. Është në rregull sepse ti je investuar emocionalisht, je investuar me kohë, me energji në pjesën e asaj marrëdhënie dhe kur ndodh një zhgënjim i tillë, normalisht që ne nëse mund ta kap pak edhe me pjesën e nostalgjisë që ti referohesh, ndonjëherë truri i justifikon ose përpiqet ta justifikoj pak atë kohën që ne kemi investuar, sidomos në një person që ka dhënë maksimumin, fillon ta justifikoj që unë nuk jam investuar së koti në këtë gjë, një gjë të mirë do ta marr dhe një dhimbje që ka do ta ndjej. Ta mbull veten, por më thon, grupi im shoqëror e doni ato vajtë, apo qenin, ta i normale, pa u lidhur me mua, apo qenin shumë, do them, ai shoku im, lartuar shoku im i ngushtë, apo qenin, tentoni që t'i afrohesh një shumë, po ai kishte tip pak vetë vështirë. Edhe unë isha ai, më thënë që i ndjer me fat. Po thash me fat, thash se kam mundë gjë që e kam bërë vetë. Kot kjo vajzë nuk zolli, thash, se kjo është e zgjuar. Diçka pas kam edhe unë. Diçka pas kam, edhe
Nuk po them te Brad Pitti apo këto, po qartë. Po ndoshta ti ke ofruar këtë rehatin, komoditetin, komunikimin, pranin tënde. Mendoj unë ai kam ofruar më shumë, nuk kisha mentalitet si këta të tjerë dhe e kam dëgjuar, edhe nuk e kam paraqykuar.